Xanaxi, ilaç i mrekullive, ilaç i cili po shitet në tregun e zi dhe po gjendet pa recet, vend e pa vend në Shqipëri. Pa marrë parasysh dëmet që shkakton dhe ndoshta ti pyet veten, po mirë, kur është kaq i dëmshëm, pse e përshkruani ju mjekët? Dhe do t'i përgjigjem kësaj pyetje në fund. Merrni parasysh që alprazollami, pra Xanaxi, është një ilaç që hyn në familjen e benzodiazepinave dhe ka një potencial të jashtëzakonshëm varësie. Këta pacientë të cilët unë i kam parë me sytë e mi që vuajnë këtë varësi, më besoni, e kanë jashtëzakonisht shumë të vështirë për të dalë. Pse? Jepet kundra pagjumësisë, por në realitet shkatron arkitekturën e gjumit. Ne na pëlqejnë zgjidhjet e shpejta, zgjidhjet e lehta dhe në fakt, nëse ti merr një Xanax sot, fle shumë mirë. Por problemi është që truri humb komplet ritmin gjumë-zgjim. Alprazollami ose Xanaxi merr edhe kundra ankthit, por në fakt ta ul nivelin e ankthit në atë moment, por ta përkeqëson më pas. Shkakton depresion, ul humorin, ul përqendrimin, shton në peshë, rrit mundësinë që ti të vuash me demencë dhe të gjitha këto janë efektet anësore të Xanaxit. Dhe unë që kam parë pacientë të cilët janë munduar të dalin nga kjo varësi, ja kanë dalë padyshim, por me asistencë mjekësore dhe nuk del nga kjo varësi për një ditë, as për një javë, as për një muaj, por ndoshta disa muaj rresht. Varet nga doza që ti aktualisht konsumon në përditshmëri. Po mirë, pse e përshkruajnë mjekët? Atëherë, këto janë ilaçe, të cilat një mjek që ka mend dhe di çfarë recete mbush, e di që jepen për një kohë të shkurtër. Për shembull, marrim rastin e një pacienti që nis një terapi kundra ankthit. Bëhet një kombinim, pra ti merr një antidepresant në mëngjes dhe ndoshta gjatë ditës të shton dhe të jep alprazollamin. Pse e bëjmë ne këtë kombinim? Në disa raste bëhet sepse duke qenë se javët e para antidepresivi ka disa efekte anësore, pra një antidepresiv në rastin e ankthit mund t'i përkeqësoj simptomat e ankthit në 3 javët e para, mjeku me mend thot, okay, që mos t'i vuaj pacienti efektet anësore, do t'i shtoj për 4 javët e para alprazollam. Por aman, alprazollami hiqet dhe qëndron antidepresivi. Por çfarë ndodh tek disa persona? Vazhdojnë i marrin të dyja, ose ndoshta heqin antidepresivin i cili nuk shkakton varësi dhe vazhdojnë me alprazollamin sepse i pëlqen rruga më e shkurtër. Pra, të largohet ankthi pa marrë parasysh dëmin që ky ilaç i shkakton, që është përkeqësimi i ankthit. Pikërisht për këtë arsye bëhet ky kombinim dhe besoj se një mjek, siç e thash pak më parë, i cili e merr parasysh rrezikun, nuk e bën këtë kombinim për një kohë të gjatë, por për një kohë të shkurtër. Dhe ky kombinim bëhet edhe me Sedoxil. Në Shqipëri për shembull, kam dëgjuar nga ju sepse në Gjermani Sedoxili nuk ekziston. Por që disa gjëra duhet t'i mësoni dhe pikërisht për këtë arsye unë po e zgjas këtë video. Atëherë pse ma jep mjeku? Mjeku ta jep për ta marrë për një periudhë të shkurtër, jo për një periudhë të gjatë, sepse i di rreziqet. Dakor? Por fatkeqësisht, siç e shikoni, është në tregun e zi dhe më pas duhet të trajtojmë pacientët të cilët kanë një varësi. Pra ti shkon për të shëruar ankthin, por i shton vetes dhe një diagnozë tjetër që është varësia. Dhe më besoni që një varësi është më e rëndë se sa çrregullimi i ankthit vet. Besoj se më kuptoni. Kujdes se çfarë merrni. Nëse je një person i cili ke vite që merr Xanax dhe nuk po di se si të dalësh, atëherë ndoshta ka ardhur koha që të trokazosh te dera e një psikiatri dhe të thuash, më ndihmo, më jep rrugën e duhur për të shkëputur nga ky ilaç. Ka raste që duhet bëhet shkëputja dhe në mbikëqyrje mjekësore. Nuk bëhet vetëm. Ka disa skema specifike që duhen respektuar për të marrë parasysh dhe pasojat që ka kjo shkëputje. Nuk është ilaç i mrekullive, është një ilaç që ka efekte anësore të papara, por aman, ju duhet kuptoni që nuk duhet i merrni asnjëherë pa udhëzimin e mjekut. Ju përshëndes.